Raport ky që është siguruar nga Report TV dhe që tregon padyshim qasje ndryshe ose pak në kuadër të pretendimit dhe monitorimin që ata kanë bërë, por nga komisioni më herët ishte disi me nota më të zbutura. Në këtë vështrimin tuaj është kjo një është lajm i pritshëm, edhe siç e kemi shprehur edhe më parë, më në fund u mbyllën, më fal për terminologjinë, po mbyllën gojat e liga dhe halet lart e poshtë, sidomos të opozitës shqiptare, kur shprehet që integrimi në Bashkimin Evropian i Shqipërisë është i bllokuar, raporti i Barit nuk do të miratohet asnjëherë, filluan dhe bën linçim ndaj këtij procesi dhe ndaj këtij vizioni që kryeministri Edi Rama ka për gjithë shqiptarët. Është e vërtetë që raporti i Barit, siç njihet edhe ndryshe ose për ta bërë më thjesht për shqiptarët, janë pikat e ndërmjetme të cilët shtetet anëtare pasi lexojnë draftin fillestar nga Komisioni Evropian, absolutisht edhe në tryezën e Koelës, ata japin rekomandime për çdo shqetësim të cilët ata shikojnë edhe në raportimet e tyre, por njëherëzi edhe në rolin që bëjnë edhe ambasadat e këtyre vendeve në Shqipëri. Ky është një lajm i mirë për shqiptarët, është një dokument i miratuar me konsensus të plot, ka kritika në disa fusha që absolutisht janë kritika të cilat i kemi dhe ne vetë në qeverisjen tonë. Nuk ka asnjë gjë të çuditshme në këtë raport, e prisnim këtë lloj raporti. Dhe madje ajo që mua më vjen shumë mirë është që ky raport vjen në ditët e sotme, në kohët e sotme, ndaj një force qeverisëse e cila ka të gjithë vullnetin politik, ka të gjithë mandatet e saj për ta miratuar edhe për të bërë të gjithë reformat e nevojshme për të arritur që mos të jenë më raporte që vinin dikur nga Bashkimi Evropian dhe ngelin në sirtar dhe flinin gjumë dhe nuk kishte asnjë lloj hapi konkret për të përmirësuar jetesën e këtij vendi, për të përmirësuar kuadrin e qoftë ligjor por edhe të zbatueshmërisë të gjithë reforma në këtë vend. Dhe kjo tregoi edhe një herë që nga shkurti që të gjithë prisnin këtë lajm, sot morën një përgjigje shumë të mirë që Shqipëria është më afër se kur në Bashkimin Evropian. Ka rënë ndër të tjera një pikë shqetësuese sipas raportit është edhe sulmi që i bëhet institucionit të SPAK të drejtësisë. Dhe ka një lloj mbrojtje që bëhet në raport. Kjo ndodh së fundmi, ka qenë histori shumë para se të jap atë mendimin tim nga ana juridike, mendoj që i kam gjitha kapacitetet të vlerësoj edhe politikisht. Pra, duhet të përjetojmë edhe me një lloj gëzimi dhe optimizmi. Por Shqipërisë i jepet një shans edhe për atë që ka bërë, sado që ne edhe jemi zvaritur, po janë bërë disa hapa. Nga ana teknike